Po mirë, ne rrezikohemi nga kjo luftë se mirë, luftë këtu, luftë atje. Kur dëgjojnë këto zhurmat e avionëve, çfarë janë këto avionët, mos po na ulin avionët. Pra, është një lloj shqetësimi që publiku ka nevojë të japë një përgjigje. Për sa i përket shqetësimit që kanë qytetarët, a mund të jemi ne të rrezikuar? Është thënë edhe në atë që thatë në atë vit që do të godas me një raketë Shqipërinë e tjerë. Nuk probabiliteti për ta goditur Shqipërinë me një raketë është 0. Jo pse ne nuk përfshihemi në rrezën e tyre, por sepse ata duhet kalojnë në disa territore. Pra do kalosh në mes Turqisë, do kalosh në mes Greqisë, do kalosh në mes Bullgarisë apo do kalosh në mes Maqedonisë. Aq më tepër që janë antar i NATO-s. Pra në këtë pikë mundësia për të goditur me raketa territorin shqiptar është pothuajse 0. Çfarë rrezikesh mund të kemi? Rrezike nga ajo që thuhemi luftë asimetrike. Luftë sepse ato janë investitori më i madh sot për terrorizmin në botë. Kur ne përmendëm që parë presidenti i Republikës, unë pres që presidenti i Republikës sigurisht mbledhej Këshillin e Sigurisë Kombëtare. Është verë tani. Mbledhjet e sigurisë kombëtare kanë ndodhur gjithandej apo jo? Po. Dhe pse është e rëndësishme të mbledhim Këshillin e Sigurisë? Sepse jemi në një situatë lufte. Pra, lufta mund të jetë dhe e pakontrolluar. Dhe patjetër që dhe ne na prek. Na prek në elemente sigurisë kombëtare. Kur ti bëjmë ultimatum Iranit për armët bërthamore, forcoj një kapacitetet e brendshme. Sepse nuk mund të shkojmë vetëm me vënë qytetarin gjumë dhe themi ne jemi të mbrojtur nga NATO. A jemi ne të mbrojtur? Në kohë që jetojmë është në diskutim. Ne po shikojmë që gjithë vendet që janë qoftë anëtarë të NATO, janë duke u armatosur. Kanë teknologji shumë të avancuar, kanë buxhete lufte shumë të avancuara sesa ne, prap i bëjnë thirrje qytetarëve, jo çantat e emergjencës, jo përgatitja edhe informacion më shumë për qytetarët, lidhur për rreziqet dhe a kemi vend strehime, a kemi rezerva ushqimore, a kemi spitale, sepse lufta nuk mund të jetë, pra që kosa ne themi... Tani do ta kemi edhe ushtrinë të zënë, sepse do shuaj zjarret, domethënë në terren. Zjarret në herë pas here po marrim nga Greqia dhe nga Italia, apo jo? Ti nuk po shun dot zjarret, nga herë je i dobët edhe përballë zjarreve. Ne nuk shuajmë dot zjarre, do të ndezim zjarrin e luftës, është pak. Prandaj duhet jemi realist lidhur me ato që themi radiografia e gjendjes dhe përmirësimi i saj. Mund të kemi drone, por nuk kemi supra për ta shuar zjarrin. Ne po themi të blejmë helikopter, ne po themi të blejmë drone, ne po themi të kemi tank kapacitet. Dhe ndërkohë po themi që ai ka burimet njerëzore. Një pjesë e qytetarëve shqiptar po vjen mosha e vjetër, po dominon më shumë në territor shqiptar, një pjesë kanë ikur. Problemet që krimi organizuar dhe situatën e brendshme nga herë kemi të komplikuar dhe me probleme.